nderuar zonja ambasadore Huber, të nderuar pjesëmarrës, nderuar kolegë, lejoni t'ju uroj mirëseardhjen në takimin e 18 të kërkimeve ekonomike për Europën juglindore, të organizuar nga Banka e Shqipërisë si çdo vit. Edhe këtë vit kam nderin të përshëndes takimin ku studiues akademik nga rajoni dhe Mëgjër mblidhen për të diskutuar mbi sfidat ekonomike dhe financiare që prekin ekonomitë tona. Takimi i këtij viti vjen në një moment të veçantë, kur ekonomia globale po përballet me pasiguri të shtuara që vijnë nga një mjedis i paqëndrueshëm i inflacionit dhe i normave të interesit, por edhe me pasiguri politike dhe institucionale që krijojnë terrenin për ndryshime të rëndësishme të politikave dhe të qeverisjes për vitet e ardhshme. Gjithashtu sfidat e tjera afatgjata të lidhura me ndryshimet e klimës, digitalizimin dhe përfshirjen financiare apo sigurinë kibernetike, kërkojnë ndërmarrjen e politikave të rëndësishme të cilat nxiten nga diskutime në forume të tilla si ky i sotmi. Përgjatë këtyre 2 ditëve, materialet dhe studimet e prezantuara do të diskutojnë mbi implikimet e normave të interesit dhe kursin të këmbimit në ekonomitë dhe sektorin financiar, duke analizuar mënyrën se si tregtia dhe financa ndërveprojnë me njëra tjetrën, si dhe me faktorët mjedisor, social dhe të mirë qeverisjes në kuadër të zhvillimit qëndrueshëm dhe afatgjatë të ekonomisë. Një tjetër çështje që do të shqyrtohet është edhe ekuilibri midis politikave monetare dhe fiskale, dinamika e financave digjitale dhe implikimet e çmimeve të pasurive të patundshme në stabilitetin makrofinanciar. Falenderoj edhe një herë shkëlqësinë e saj, zonjën Ruth Huber, dhe në mënyrë të veçantë Sekretariatin e Shtetit Zvicerian për çështjet ekonomike për kontributin që SECO i ka dhënë Bankës së Shqipërisë në kërkimin shkencor, politikën monetare dhe stabilitetin financiar. Ky kontribut ka ndihmuar në rritjen e njohurive, të ekspertizës dhe aplikimit të metodave bashkohore të analizës ekonomike dhe financiare, si dhe në përmirësimin dhe zgjerimin e modeleve të parashikimit dhe të analizës shkencore. Jam besim plot që këtë bashkëpunim do të zgjerojmë dhe më tej në të ardhmen në fushat të tjera të bankimit qendror. Thank you very much, dear Governor. Faleminderit, i nderuar guvernator SEC, të nderuar kërkues, ekspert dhe të ftuar. Është kënaqësi të shohësh kaq shumë partner ndërkombëtar dhe ekspert që mblidhen për të ndarë dhe përmbyer kërkimin ekonomik. Bankat qendrore luajnë rol kryesor për stabilitetin dhe zhvillimin e ekonomive në të gjithë këtë rajon dhe mbar botën. Megjithatë, puna dhe ekspertiza juaj shkojnë përtej stabilitetit dhe mund të bëjnë dallimin për të arritur prosperitetin ekonomik. Këto janë arsyet për mbështetjen afatgjatë të programit ton të bashkëpunimit për Bankën Shqipërisë dhe për bankat e tjera qendrore të rajonit. Programi ynë i financuar nga Sekretariati Shtetëror i Zvicrës për çështjet ekonomike ka kontribuar në përmirësimet dhe sofistikimin e kërkimit në Bankën e Shqipërisë dhe kudo. Kjo do të thotë se banka është përgatitur më mirë për të marrë vendime dhe për të propozuar politika të bazuara në një evidencë dhe njohuri solide. Puna juaj gjatë këtyre 2 ditëve do të shkojë drejt forcimit të kapaciteteve të institucioneve tuaja dhe drejt rritjes së qëndrueshme në ekonomitë e vendeve tuaja. Prandaj ju uroj një seminar sa më frutëdhënës dhe me si pres të vazhdojmë bashkëpunimin ton. So my key takeaways for this Eastern European workshop here in Albania is to actually gather all the central bankers and also academics and all other practitioners that are interested into the economic development and to exchange our opinions and to see in which state of the actually development are each of the countries that are here, and it is really a pleasure to be here today and to meet all these great people and to hear different research methods and different conclusions and so on.
It's very nice to be again in Albania, at the Bank of Albania, for this workshop. And key takeaways. First is the realization that there's a lot of regionalization of trade going on. I think that's a very cool issue I learned about, and especially also the cooperation between Albania and Kosovo is deepening, which is also a very cool thing. And I really like the discussion among experts, helping me to better understand what's going on in the Western Balkan and getting feedback which improves my research. Thank you.